Mbi 20.000 turist, vendas dhe të huaj kanë zgjedhur të vizitojnë Përmetin gjatë 6 mujorit të parë të këtij viti, duke e rënditur qytetin mes destinacioneve më të preferuara turistike në jug të vendit. Jemi nga Anglia, kemi 2 javë në Shqipëri dhe prej disa ditësh po vizitojmë Përmetin. U ndalëm në qendrën Info Point në qytet dhe aty morëm informacion mbi destinacionet kryesore, po kënaqemi shumë këtu. Përmeti po më pëlqen shumë, është një vend që ma kishin sugjeruar disa miq, dhe kur erdha këtu, u befasova nga gjithçka. Vendi, ushqimi, shërbimi dhe akomodimi ishin super. Një ndalesë e rëndësishme për shumë vizitorë janë pikat e informimit ku marrin orientimin për destinacionet që mund të vizitojnë, aktivitetet që zhvillohen në zonë, si dhe shërbimet që ofron qyteti. Vim pak të orientuar për qytetin e Përmetit, kam pak informacion, por ne u vim në ndihmë, janë disa punonjës të zyrës së informacionit që i ndihmojnë duke u dhënë në dispozicion harta, duke u dhënë informacion për kishat shumë vjeçare që ndodhen këtu në Përmet, duke u dhënë informacion për ligjat e bënjës që janë mjaft të bukura dhe kurative, dhe duke u dhënë informacion për ushqimet tradicionale që gatuajnë në restorantet dhe lokalet në qytetin e Përmetit. Pejsazhet natyrore, pasuria historike dhe kulturore, kuzhina tradicionale, por mbi të gjitha, mikpritja e banorëve, vijon të tërheq çdo ditë vizitor të rinj. Nga urat dhe kanjonet e Langaricës, te ujërat termale të Bënjës e deri te qendra karakteristike e qytetit, Përmeti ofron një kombinim të veçantë për ata që kërkojnë natyrë, qetësi dhe traditë.